Me mire qytetar nga gjithë Shqipëria mbushën bulevardin dëshmorët e kombit në protestën e madhe kombëtare të thirrur nga Partia Demokratike dhe opozita shqiptare. Por ashtu si në protestën e 24 janarit, masiviteti i protestës së opozitës është gjendur përballë sjelljes brutale të forcave të policisë. Fillimisht pas fjalës së liderit të opozitës Sali Berisha, protestuesit e revoltuar kanë hedhur molotov, flakadan dhe fshek zjarre në drejtim të godinës së kryeministrisë. Policia ju kundërpërgjigj protestuesve duke hedhur drejt tyre ujë me presion, duke mos kursyer as media. Për shumë minuta protestuesit kanë qëndruar përpara kryeministrisë, teksa policia përveç ujit i kërcënonte se do të uhidhte gaz lotësjellës. Por tensionet më të forta janë shënuar para godinës së parlamentit. Ka qenë policia e cila ka provokuar qytetarët e mbledhur para godinës së kuvendit, duke i shtyrë. Provokimi i policisë ka nxitur reagimin e protestuesve, të cilët kanë hedhur bomba molotov drejt policisë. Më pas, policia sërish në shkelje flagrante të gjitha protokolleve ka nisur me hedhjen e gazit masiv ndaj qytetarëve, duke mos kursyer protestuesit, punojësit e mediave si dhe kalimtarët e rastësishëm. Pas një tërheqje të përkohshme, protestuesit në krye të cilëve ishin deputetët e Partisë Demokratike u rigrupuan sërish para godinës së kuvendit dhe pikërisht në këto moment u shënuan edhe aktet më skandaloze nga ana e policisë. Teksa deputetët po i jepnin prononcime për gazetarët, ata u përballën në mënyrë të paprecedent me sulme ujë dhe gaz nga ana e policisë. Policia vijoi me sjelljen brutale dhe në kundërshtim flagrant me ligjin, goditi deputetin e kuvendit të Shqipërisë Bledion Albati, i cili më pas u transportua në urgjencë për shkak të dëmtimeve të marra. Dhuna e paprecedent policore nuk kurseu gazetarët, të cilët në një moment ju afruan policisë duke ju kërkuar llogari për aktet e tyre. Po pse më burr tu keni pa hyrje? Po falje burr, tu keni pa hyrje. Për shkak të gazit të hedhur, gazetari Syri Televizion Fation Gjinaj në një moment e kishte të pamundur të raportonte. Një sjellje e paprecedent, në fakt është bërë tepër e vështirë. Një qytetar tjetër tha se u godit me plumba gome nga ana e policisë. Ishte diku ke 6-7 metra larg gatit policisë, domethënë. Edhe ishte me kamerë duke bërë video. Në ato moment nuk e di fare, vetëm merri diçka në kokë, por shumë e fortë. Edhe mendoj se plumb gomes, procesuesit më kisha mbrapa, nuk është kisha. Cilët ishin personat që mendonin se të goditën? Po policë kush tjetër. Policia ashtu si në kohrat e diktaturës patrullonte me mjete të rënda në rrugët e kryeqytetit të Shqipërisë.